Zotinela, një nga protestat e cila bëri shumë buj, pra një nga protestat tuaja, ishte ajo e goditjes me vezë dhe kos ndaj eurodeputetit Alfred Beleri. Çfarë mesazhi doni të jepnin me ato protestë dhe me ato goditje që bët ndaj Belerit? Në qoftë se Beleri do kishte ardhur në Shqipëri si qytetar grek, siç ka ardhur herë të tjera, gjitha këto, nuk do kisha qelluar as me kos as me vezë. Se ka ardhur, tu ka qenë, në Tiranë ka qenë, në Himar ka qenë, në Sarand ka qenë, gjithë Shqipërinë ka qenë, për Beleri. Mirë po, është një domethënie e madhe. Ai në Shqipëri po vinte në kuadrin e një delegacioni evropian. Ky delegacion vinte këtu për të vlerësuar progresin e Shqipërisë në drejtim të plotësimit të kriterëve për të vazhduar negociatat me Bashkimin Evropian. Pra, ai ishte jo vetëm si status, edhe si rrugë, se rruga përfaqëson edhe statusin, domethënë janë 23.000 euro në muaj, nuk është gjë e vogël. Plus që edhe ajo tjetra, sa ka çdo deputet i Parlamentit Evropian përfaqëson 1 milion banor evropian, po ta marrësh në tërësinë e saj, Evropën, që nga Uralet ku fillon ajo e deri në fund aty ku është në Lisbonë, në cep në Portugali. Një pushtet kaq i fuqishëm për një njeri si Alfred Beleri, thash edhe një herë, i akuzuar për pjesëmarrje në aktin terrorist në masakrën e Peshkopis, i dënuar për mbajtjen e armëve pa leje në Greqi, i dënuar për dhe kaluar burgun me procedura nga Shqipëria se ka shkuar fshehur në Greqi për të shpëtuar burgun për nxitje të urrëties etnike. I dënuar se është kapur në flagrancë me, ai thot me 600 euro, me 300 euro, me 400 euro, sado që tjetë. Në qoftë se i e kapur në flagrancë duke blerë vota, do bësh burgun zotëri nderuar. Pra, me gjitha këto, dhe kur vje puna, Evropa duke na bërë një karshil, mirë ky, Greqia dhe këta të tanët, po edhe Evropa more, të bëjë një karshilek të tillë, do më thanë që do e pranoni sepse u asjellon. Edhe Rama u fut brenda se Evropa, prandaj them se është klasë shantazhueshme politike, kjo kas, nuk është klasë kjo, s'unë them se bie jashtë në përbajtje. Kjo kas politike, që është shantazhueshme dhe Rama është i shantazhueshëm, sepse ky nuk do e kishte pranuar atë delegacion me Belerin brenda. Mirë po, nga që ata din gjellë dhe për Rama, siç din për të gjithë, edhe të tjerë, nga kjo kas që është më lepsur e tëra, edhe ata si duket i vunë kushtje, thanë, ai do vinë aty, do s'do ti, edhe ai ndeti brenda në Syri. E kur u dorëzua dhe kryeministri, kush do dilte? Një nga populli. Me dhënë të prishur do thot dikush, me dhënë të prishur, po dikush do dal atje. Se nuk e kanë lënë ndonjëherë në Shqipëri të bëj si të doj dikush atje, sepse i dha dikush tjetër atje nga mbrapa mbështetje. Jo, do dal një shqiptar. Atje dola unë, e kam pritur, nuk e dija se do dilte, se thash do e lajmëroj, nuk po mori mendje se do dal përballë. Ai doli përballë me gjithë ata tjerë dhe u bën ato. Por mesazhi është në drejtim të Evropës, sepse tani me 16 maj vijnë prap krerët e Bashkimit Evropian këtu. Dhe unë do jem aty. Do jem aty sepse një ditë mua më kanë ndaluar gardistët, se ishte një gardist 2 metra, pa doja të hidhja Gonzatos dhe Monat vend, se ishte në takim në kryesinë e kuvendit. E ja kam thënë të gjitha në sy, sepse Evropa nuk është drejtë të na bëjë të njëjtin karshilek që na bën Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta. Semi një popull i vogël, një popull në rënje. Para 30 vjetësh kemi qenë 4 milion, 35 vjetësh. Sot jemi 2 milion. Para 30 vjetësh këtu kishte rini, sot është mbushur me pleqëri. Para 30 vjetësh këtu lindnin njerëz shumë. Ishte numri shumë më i madh i lindjeve nga ato të vdekjes. Të vdekjeve. Sot numri i vdekjeve është shumë më i lartë, është më i lartë se numri i lindjeve. Dhe të na vish në këtë hall, në këtë kusur, me ujë në orar, me halle, me gjithë këto vështirësi, dhe të na sjellësh një njeri me një të shkuar, kaq terrë, kaq kriminale, kaq banale, sa Alfred Beleri, të na sjellësh si shembull i demokracisë në Shqipëri, duke na treguar në ne rrugën se si do avancojë drejt Evropës dhe drejt demokracisë, atëherë del nga mendja. Tani kush do dal nga mendja, thua ti, ata aktivistët që shkojnë dhe paguhen, jo. Doni ta dini ju. Dikush që flet, drejtoj gishtin drejtim atyre, dhe do e drejtoj, do e mbaj drejtuar ndaj tyre. Dijeni mirë,
edhe ato lekë që kanë blerë Kosin dhe vezët i kanë pas bërç, i kanë marrë bërç. Prandaj, kushdo që është në një bastard që mendon se më ka paguar njëri, ta mbaj mend këtë. Edhe lekët që intervistoj, borxhi ka marrë këto. Më kanë thënë gazetar, po më kanë thënë mos i bëj publike, jo se na dëmton, po ne të kemi ndihmuar ty kur intervistoj njerëz ushtarët e peshkëpijës. Borxhi ka marrë, mi kanë dhënë edhe sot në mes të Tiranës, pa deshur. Nuk dua të ofendoj, ishte nga Hormova e gjallë. Premje tha ai ka për të marrë 60 pound. Dhe kjo nuk diskutohet, tha, jam nga Hormova, vi nga emigracioni, jam duke me në vendë, këto do i marrësh nga unë, sepse e di se ti nuk je i shitur. Po të ndihmoj, tha ai, dhe nuk ja kam thënë që do të bëj publike, ja po të them. Por, po përsëris, lekët që kanë marrë Kosin dhe vezët për Fredi Belerin, i kanë marrë borxh, dhe s'kisha për ta lënë pa bërë. Prap po erdhën ata që të na bëjnë të tillë Karshillek me Fred Beler të tjerë, prap borxh ka për t'i marrë dhe prap vezë ka për t'i hedhur edhe Kos, edhe Boje që më dalë përpara. Zoti na pas shëndosh inshallah, edhe na e bëjnë barë. Si mendoni, a ka bërë ai sa duhet drejtësia shqiptare për të zbardhur ngjarjen e peshkëpisë apo gjithçka është e vulosur? Ish prokurori Uegen Beci ka thënë që i kanë thënë të gjithë, edhe janë duke i thënë, po të shikosh gazetat greke, janë shumë gjëra që dalin gjatë rrugës. Nuk përputhen deponimet me realitetin, me faktet. Nuk përputhet faktet e njerit me faktet e tjetrit, nuk përputhen deponimet e njerit me deponimet e tjetrit. Domethënë, në çdo vend ku ta kapësh atje mund të kapësh njerëz për t'i çuar brenda. Në çdo vend. Drejtësia nuk ka pas shtëbej, sepse drejtësia ka qenë nën thundrën e politikës dhe dosja e peshkëpisë është mbyllur me urdhër politik. Për momentin nuk do e them, vetëm se një gazetar i mirë nga më të mirë njohurit në Shqipëri, mua më ka thënë në tavolinë, në një grup njerëzish, jo vetëm. E imagjinoni ju se kush është, por nuk po e them me emër se më ka thënë mos ma përmend emrin për momentin. Më ka thënë kaq. Dosje për faktet për ta zbardhur masakrën e peshkëpisë janë të gjitha. Po të duan qeveria dhe opozita që ta zbardhin, atë e zbardhin dhe gjithkush shkon në vendin e vet. Ata janë të qetë në varr ku janë, ata ushtarë të tjerë që janë Zega dhe të tjerë që janë plagosur, do jenë me të çliruar pas si t'jepet drejtësia, ndërsa ata të tjerë që janë autorë të asaj pune, duhet të jenë në burg të përjetshëm. Për atë luftojmë. Pra, në qoftë se nuk ka vend dorë politik, po të mos kishte vend dorë politika. Por atje është bërë një kompromis i fshehtë dhe e kanë mbyll me urdhër politik.